të mbyllim diplomat. Deri tani kemi mbyllur, por kemi për të bërë pastrimin e klasave. Po bëj vlog. Kjo është gjendja për momentin. Sot është shtunë dhe kemi ardhur përsëri në licej për të pastruar galerinë dhe për të bërë gati sepse aty do bëjmë punën tonë. Ky është outfiti im për sot. Welcome to Brixton, I'm in the party with Barbies and drillers. Do marr me vete për t'treguar çfarë bëhet sot sepse të hënën është ekspozimi i këtyre punëve që ne quajmë domethënë diplomat e pikturës. Dhe kështu. And I work like a dog, day and night. Kemi një sneak peek se çfarë do bëjmë të hënën. Kemi qenë duke pastruar, duke lëgjë ditën, duke ngjit punët këtej. Përshëndetje guys, sot është e hënë, ora është 6:40 dhe tani duhet bëjmë gati për diplomimin e pikturës. Erdhi ditë e shumë pritur, pleva dje këta. Dhe këtë fundin saten. Ishte shumë cute dhe e di bëni gati me mua. Ky është outfiti për sot, kemi këtë bluzën, këtë fundi, edhe këtë kamish. Një përshëndetje për vlogun. Hello! Takoj pozicione që kanë bërë. Follow me. So, like, kemi këto që kam vendur me dorë, ashtu. Sa ne kam bidonën? Ja, nuk ka ardhur akoma në treg, por së shpejti do t'jetë në çdo supermarket. Hajde këtej. Këtë coverin e librit i huaj, dizajni bërë nga unë, personalisht. Më hapur duke mos u fokusuar thjesht në atë drejtim. Në një drejtim ku ju mbaron, eksperimentoni si artist, të provoni. Mbaruam ekspozitën. Tani jam në makinë me mamin, babin dhe trojnë dhe po ikim për në shtëpi. Unë arritën në shtëpi dhe këtu po bëjmë mbylljen e këtij vlogu. Sot ishte një ditë shumë e bukur, ishte emocionale sepse fakti që kemi ndjetur 3 vjet në lice dhe pastaj vjen dita që normal do të ndahemi si klasë, është një çik sad, por që do e kalojmë. Dhe faleminderit që na ndoqët dhe shikojmë të video radhës.